Ekonomia maqedonase po fundoset dhe qytetarët mezi po ja dalin mban. Kështu thot në një konferencë për shtyp kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, i cili tha se gjatë qeverisjes së LSDM-s u hapën 16 fabrika të reja, si rezultati i investimeve të huaja direkte dhe se mbi 10.000 vende pune u gjeneruan vetëm në zonat e zhvillimit teknologjik industrial. Ndërsa tani thot se ka një rënje historike të investimeve dhe humbje vendesh pune, duke theksuar se giganti gjerman Aktiv konfirmoi zyrtarisht se po tërhiqet nga Shkupi, duke lënë mbi 400 punëtor të papunë. Thënë thjesht, ky është rezultati politikës së kësaj qeverie, një shpërfillje totale për shtetin në tërësi, për punëtorët, për cilësinë e jetës. Para ka vetëm për tendera që çojnë te zyrtar të lartë të VMRO DPMN-s, të afërt me kryeministrin Hristian Mickoski. Tutje Filipçe thot se nuk ka përparim dhe se madje as ngecje, por një regres të gjitha proceseve në vend. Ne bëm një propozim për rritjen e pagës minimale, përshkruam se si ta bëjmë këtë, nga cilat zëra buxhetor që nënkuptojnë vetëm luks mund të merren këto para, por qeveria nuk e pranoi. Ata ende po mendojnë të blejnë, imagjinoni një aeroplan të ri qeveritar. Ata besojnë se në një situatë kaq të keqe financiare, ku nuk ka asnjë mas të vetme në favor të punëtorëve, ata duhet të shqetësohen vetëm për mallin e tyre. Filipçe vlerëson se për këtë qeveri e gjithë kjo është vetëm një biznes i madh privat dhe asgjë më shumë, vetëm tendera kriminal, vetëm interesi i një grupi të vogël njerëzish në krye të VMRO DPMN-s, deklaroi lideri opozitar.